Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në emisionin Intervist. Sot ndodhemi në komunën e Tuzit, përkatësisht në zyren e kryetarit të kësaj komune, zotit Lindon Gjelaj, i cili për televizionin ton do të na japë një intervist lidhur me projektet e zhvilluara gjatë muajve të kaluar, por edhe ato që presin të realizohen në të ardhmen. Zoti Gjelaj, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën e televizionit ton për të shpalosur këto të dhëna në lidhje me projektet e reja të cilat janë realizuar, por dhe që priten të realizohen nga komuna e Tuzit. Mirë se keni ardhur në komunën e Tuzit, dëshiroj të përshëndes gjithë qytetarët e komunës tonë dhe gjithë bashkëdhëtarët tanë cilët jetojnë në diasporë. Si që dini edhe ju, se sigurisht jeni informuar përmes rrjeteve sociale cilat komuna e Tuzit i paraqet projektet dhe punët e saj. Para disa ditëve komuna e Tuzit ka nënshkruar një kontratë e cila ka lidhje me digitalizimin e hapësirave publike, në këtë rast me përdorimin e internetit, kështu që qytetarët e komunës sanë dhe gjithë kalimtarët në komunë Tuzit apo vizitorët e komunës Tuzit, domethënë do të kenë mundësi që në të ardhmen me realizimin e këtij projekti të kenë mundësi lidhje interneti në komunën tonë në hapësirat publike. Si që dini edhe ju dhe gjithë shikuesit e televizionit tuaj, domethënë komuna e Tuzit është komunë e cila është duke u zhvilluar për çdo ditë. Kemi shumë projekte cilat janë duke u realizuar, por edhe të kontraktura që do të realizohen të ardhmen. Puna jonë është shumë e rëndësishme për qytetarët dhe ne jemi këtu që qytetarët tanë të ndjejnë punën tonë dhe të lehtësojmë funksionimin e jetës së qytetarëve. Aktualisht, thaç, kemi shumë projekte, mund të ceki, domethënë se kom cek edhe përpara, por jemi duke punuar në rrugën e cila lidh Tuzin me pjesën e Hotit, domethënë e kemi quajtur Tuz Hot, që kalon për Hak Shabanaj, një rrugë e cila definitivisht punohet me të gjitha standardet, me kanalizimin e ujrave të bardha, me kanalizimin e ujrave të zeza, me trotoare, me ndriçim, kështu që vlera e projektit është 2.2 milion euro. Do të thonë projekti është në realizim e sipër, duke realizuar. Aktualisht kemi duke renovuar Qendrën për Kulturë, do të thonë projekt i cili është duke realizuar, vlera e tij është me sa e diun rreth 500.000 eurosh, kështu që në të ardhmen, shpresoj se shumë shpejt, qytetarët tanë do të kenë një qendër kulture ashtu si ka hije komunës tonë dhe aktivitetet kulturore do të zhvillohen në hapësirë të renovuar. Jo vetëm aq, komuna e Tuzit aktualisht është duke punuar në riparimin e ujësillësit në pjesën e Mileshit, Rrogathit dhe jam i bindur se me këtë punë, domethënë do të kemi mundësi më të mirë të furnizimit me ujë për qytetarët dhe vlera e projektit është 1.026.000 euro. Përpos kësaj, aktualisht kemi kontratën me vlerë 300.000 euro, e cila do të realizohet asfaltimi i rrugëve lokale në bashkinë lokale të Mileshit. Presim që të zgjedhin edhe mbikëqyrësin e punëve dhe domethënë punët do të fillojnë në realizimin e këtij projektit. Jo vetëm kjo, domethënë komuna e Tuzit ka punuar edhe në pjesën e rregullimit të infrastrukturës rrugore, në pjesën e asaj të lidhjes së rrugës, e cila ka të bëjë me pjesën e Hotit dhe të Grudës, në drejtimin pa shkallë, domethënë një rrugë e cila do të jetë mundësi e mirë për gjithë qytetarët, domethënë dhe jam i bindur, domethënë procesi i tenderimit është në përfundim, është përfunduar faktikisht dhe sa të përfundohen procedurat do të fillojmë realizimin e saj. Ne nuk do të ndalemi këtu, domethënë vazhdojmë me projektet e realizimit, domethënë në komunën tonë, jo vetëm këto, por kemi edhe shumë projekte tjera cilat gjatë vitit domethënë do të realizohen. Infrastruktura rrugore ka një rëndësi të veçantë domethënë për qytetarët e komunës sonë që të kenë mundësi domethënë më të mira, jo vetëm për ata, por për gjithë ata të cilët vinë në komunën e Tuzit. Komuna e Tuzit është bërë e njohur, domethënë kur flitet për komunën e Tuzit jashtë Tuzit, sigurisht edhe qytetarët tanë, por unë si kryetari i komunës, kur flitet dikun për komunën e Tuzit, komuna e Tuzit është
komunë e cila është duke u zhvilluar fuqishëm dhe jam i bindur se edhe në të ardhmen do të vazhdoj të zhvillohet. Para një muaji, afërsisht kështu, u bë dhe hapja e rrugës që lidh Gruden me Trieshin. Çfarë rëndësie ka kjo rrugë, ky segment rrugor për banorët e këtij vendi? Si që seket edhe ju, parafrasisht, nuk e di saksisht, para një muaji, kemi hapur një rrugë e cila ka një vlerë të jashtëzakonshme për komunën tonë, për hir të asaj se përmes kjo rrugë domethënë lidh Trieshin dhe Gruden, por ka dhe një simbolik të jashtëzakonshme në kuptimin e asaj se qytetarët e komunës Tuzit, cilët duhet të shkojnë prej një vendi në vend tjetër, domethënë nuk kanë nevojë të dalin jashtë komunës Tuzit. Domethënë deri tani kur s'ka ekzistuar kjo rrugë, domethënë është dashur të dalin në komunën e Podgorisës se me shkua deri në Triesh apo Anasillthas. Kështu që kjo ka një rëndësi të veçantë për qytetarët e komunës sonë dhe kjo rrugë është rrugë me vlerë rreth 800.000 eurosh, domethënë hapja dhe asfaltimi i kësaj rruge. Këtu do të shfrytëzoj rastin që për një pjesë të rrugës e cilën ka domethënë ka financuar në hapje prej Llofkës deri në Selisht, domethënë duhet të falenderoj të nderuarin Mark Nikol Pietrushi Lulizura, i cili ka financuar hapjen e kësaj rrugë. Domethënë për pas tyre, komuna e Tuzit domethënë ka bërë hapjen prej Selishtit deri në Muzheçk dhe ka bërë asfaltimin e kësaj. Kështu që jam i bindur se qytetarët e komunës Tuzit tani do të kenë një pamje të jashtëzakonshme, domethënë kur tulltojnë në atë rrugë, në buxhetin e komunës kemi përcaktuar edhe mjetet të cilat do të bëhet sigurimi i asaj rrugë, domethënë vendosja e mbrojtësve në atë rrugë, vlera e tyre është parafrasisht 120 deri në 150.000 euro, kështu që jam i bindur se me vendosjen e kësaj domethënë mbrojtësve, domethënë do të jetë një rrugë edhe piktoreske në kuptimin e pjesës pamjes për qytetarët, por edhe mundësia e lidhjes në komunën tonë. Për jo vetëm kjo, por punimi i kësaj rruge ne do të na kontriboj shumë edhe në pjesën e turizmit. Jemi duke punuar konkretisht që të zhvillojmë turizmin malor në komunën tonë. Kështu që edhe për qytetarët, edhe për turistët, edhe për pamjet e bukura, kështu që jam i bindur se qytetarët e komunës sonë domethënë do të kenë mundësi ta përdorin këtë. Atëherë zoti Gjelaja, mund të na thoni edhe projektet që priten të realizohen së shpejti nga komuna e Tuzit? Si institucion i cili mendon për zhvillimin e këtij vendit, domethënë komuna e Tuzit është duke realizuar, do të realizojë, por është duke përgatitur edhe dokumentacione zgjese për një realizim të ardhshëm, ke parasysh, domethënë unë mund të ceki se thaç edhe përpara, domethënë infrastruktura rrugore është të jetë me rëndësi për komunën tonë, ka qenë shumë e vjetruar apo e pa realizuar vite me radhë dhe ne na ka domethënë na është dashur që të merremi me këtë pjesë për hir të asaj se sot në shekullin 21, domethënë mos të jetë infrastruktura rrugore në rregull, besoj se nuk është reale. Unë duhet të ceki se një procedurë, domethënë e cila do të jetë në asfaltimin e pjesëve të cilat janë amortizuar, domethënë në komunën tonë, është një pjesë cilën komuna e Tuzit çdo vit e ban, domethënë edhe këtë vit, domethënë me sa kam informacione prej prokurimeve publike, vlera e këtij projektit është rreth 600.000 euro dhe do të realizohet. Por jo vetëm ajo, kemi një pjesë e cila unë gjithmonë hapësirat e zelberta dhe këndet e lojrave për fëmijë kam si pjesë të rëndësishme që edhe fëmijët tanë të kenë mundësi të argëtohen dhe të kalojnë kohën e lirë, kështu që këtë pjesë në Dinosh do të punojmë edhe një fushë, domethënë për kënd lojrash dhe për sport. Vlera e saj është, me sa e di unë, rreth 60.000 euro. Kështu që jo vetëm këto, por do të punojmë në pjesën e bashkinë lokale të Vranes, e cila lidhet me atë pjesën e bukur të licenit të Shkodrës, atje do të punohet një rrugë me gjithë pjesën që për
këmbësor, domethënë vlera e saj është 250.000 euro. Njëkohësisht e tha që edhe në fillim domethënë punojmë në përgatitjen e dokumentacioneve në lidhje me objektin e komunës, po ashtu dokumentacioni për projekt në ballon sallën Dinosh, po ashtu projektin e urës në lumin Cem, edhe shumë projekte tjera të cilat Komuna e Tuzit i ka në planifikimin e saj që të realizojë dhe të zhvilloj komunën. Jam shumë i bindur se gjitha këto janë një përparësi shumë e madhe për qytetarët tanë dhe ndikojnë pozitivisht të qytetarët tanë dhe jam shumë i bindur, do të thënë që Komuna e Tuzit është komunë me perspektivë dhe zhvillimi i saj do të vazhdoj dhe qytetarët tanë do të kenë perspektivë të mirë, dhe më thënë, në komunën tonë. Komuna e Tuzit ka një planifikim, dhe më thënë, e ka realizuar dhe besoj se shumë shpejt do të shfaqim për qytetarët tanë dhe për gjithë turistët cilët vinë, dhe më thënë, ka punuar hartën digitale të Komunës Tuzit dhe përmes asaj hartë digitale, dhe më thënë, do t'jenë të mapuara, dhe më thënë, në hartë të gjitha aktivitetet, në vërtet të gjitha bizneset e Komunës Tuzit dhe gjithë turistët cilët do të hyjnë dhe do të dalin nga Komuna e Tuzit apo do të qëndrojnë në Komunën e Tuzit, do të kenë mundësi që të kenë gjitha informacionet, jo vetëm edhe turistët, por gjitha ata cilët interesohen për Komunën e Tuzit, do të kenë gjitha informacionet cilat lidhen me Komunën e Tuzit, mundësitë, gastronominë, pikat turistike, e gjitha mundësitë, dhe më thënë, për zhvillimin e turizmit në komunën tonë. Kështu që punimi i infrastrukturës rrugore, dhe më thënë, është e rëndësishme që ne nesër të kemi një mundësi të zhvillimit të turizmit në komunën tonë. Komuna e Tuzit si komunë, dhe më thënë, prej bjeshkëve të saj, por kanjoni i lumit Cem, liseni i Shkodrës, fusha e komunës Tuzit, dhe më thënë, janë shumë atraktive për të huajt cilët kalojnë në komunën tonë apo vizitojnë komunën tonë, kështu që ne duhet të punojmë më shumë si shoqëri që të rrisim kapacitetin jo vetëm edhe turistik, por duhet të lidhem këtu edhe pjesën e mundësisë ekologjike, që qytetarët tanë të kenë kujdes me hedhjen e mbeturinave, ta ruajmë ambientin tonë për hir të asaj se ne e kom cek dikun intervista, dhe më thënë, ndoshta edhe televizionit tuaj, rruga e cila kalon për Tuzin është rruga e dytë më e frekuentuar në Maltezi. Dhe më thënë, është rrugë me rreth 5 milion makinë gjatë vitit. Kështu se ne jemi si komunë, dhe më thënë, një pozicion shumë të volitshëm që të zhvillojmë, dhe më thënë, komunën tonë, të kemi mundësi, dhe më thënë, ta valorizojmë kapacitetet tona që na i ka dhënë natyra apo Zoti si njerëz të përdorin. Kështu që ne duhet të kontribuojmë gjithë bashkut që komuna jonë tjetë komunë më e pastër, komunë më e zhvilluar dhe të brezave të arshëm të lëmë një zhvillim, dhe më thonë, për të ardhmen e tyre dhe për fëmijët tanë faktikisht. Atëherë, unë të falenderoj shumë për këto të dhëna që në dhatë në lidhje me projekte të cilat janë realizuar dhe që priten të realizohen dhe sigurisht ju urojmë shumë suksese në punët tuaja. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për interesimin dhe përdori rastin të përshëndes gjithë qytetarët e komunës sonë dhe faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka dhe për këtë intervistë. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe së bashku do të takohemi në intervistat e tjera.